jemi rikthyer nderuar teleshikues. Unë jam sot në studio me sipër Marsin Endri Meksi, njëkohësisht dhe CEO i televizionit të MCN TV. Do thoni ju pse duhet kjo intervistë? Unë fakt kam qenë disa televizione dhe nuk kam bërë, por kam kërkuar t'i kem, njerëzit që kanë në pronësi të tyre televizionet dhe bizneset që kanë. Njerë kam qenë në një emision me dikë në pronarët, por në një televizion tjetër, por kjo nuk ka fare rëndësi. Rëndësishme është që Meksi është një Endri Meksi, është edhe një njeri që edhe do së fundi pranin e vetë e dëshiron pranin në televizion, në media. Dhe unë do të përpiqem që ta shoh Endri Meksin sot jo si drejtor televizionit, por si një të ftuar që ka gjëra për të thënë, si të ftuarit e tjerë. Të përpiqemi. Mirëmbrëma zoti Meksi, faleminderit. Mirëmbrëma zoti. Përpiqemi Ju falenderoj për ftesën. Këtë gjë, si të bëjmë këtë gjë, po ndoshta jo, ndoshta po. Sot që duja mo një kines, ndoshta e bëjmë, ndoshta se bëjmë. Megjithatë, unë kam shumë vite që një jemi Endri Meksin, jo nga koha kur jemi në këtë televizion, shumë kohë përpara, përveç punëve me IT-në, si bizneset gjitha, Meksi ishë marrë edhe me median. Shumë, sa vjetë kemi? Shumë kemi. Paka shumë në mënyrë konstante që nga 2016. Ti i famshëm i koncesionit të VSH-s, nëse kujtohesh. Që të Ora News. Ora News isha unë, po? Periudhën shkurtë. Pa një dhe sajtin tim di. Po. Të pëzëm. Po. Por tani, sa më shumë mendojmë që e njojmë njëri tjetrin, ndoshta dhe aq më pak e njojmë. Mua më ndodh të rëndom kjo. Në njerëz që njojmë dhe vetën, edhe unë që po flasë. Dikur filozofi madh, Meksi Immanuel Kanti, shkruante, bota, ajo që na rrethon, nuk është ajo që shohim ne. Ne shohim atë që percepton mendja jonë, truri ynë, jo thjesht syri. Ndonjëherë nderuar teleshikues, e shoh pak mjaft të veçantë Meksin në problematikat që kemi, në jetën që bëjmë e të gjitha. Ndodh ndonjëherë që edhe nervozohem me atë që shikoj. Pra, ai ka, si thot Kanti, si që cituam, ka mënyrën e vetë të interpretimit të gjërave, problematikave, po dhe vështrimin. Mënyrën se si e shikon ai botën nga e thonë. Pikrisht tu të ndalojmë. Mua më vjen mirë së pari që Kant pas ka folur për mua. Për të gjithë. A, e kishte për të gjithë? Ai ka vdekur në... Aha, okej. 200 ca vjet më parë. Okej. Mos bëj si një më ka ndodhur një herë mua, kishte bërë një libër, një shkodran, poet, jo këngëtar, vllai një këngëtarit, një orë harrova emrin tani. Dhe kishte marrë një poezi të Adam Mickiewicz, e kishte vjedhur, po Adam Mickiewicz ka vdekur 200 ca vjet më parë. E kishte vjedhur atë dhe e kishte vënë si të vetën, pa siguri. E kishte një kryevepër që ka, ai është baba i poezisë polake. Kur ty të shoh nuk qaj, nuk rënkoj, mendje nuk e humbas, kur të takoj, e tjera, një mrekulli. Ai e kishte marrë, e kishte vjedhur, e kishte futur te libri vet, edhe po e shpjegonte Arjan Çanit. Si të vetën. Dhe unë i shkruaj. Çanit, dhe unë, ajo është Adam Mickiewicz. Dhe ky i tha, Rakibi po thotë që është e Mickiewicz. Po mos e ka kopjuar ai tha. Po Mickiewicz ka vdekur i shumë 200 vjet më parë. Nëse. Okej. Zoti Meksi, përpara të zbresim disa nga momente nga jeta, por duhet të pyes me thënë një pyetje që është e rëndësishme, besoj. Përse hyre në botën e medias? Është një botë e trazuar, shpesh kërkon shumë para, kërkon shumë punë. Ndonjëherë me shumë para, ndonjëherë pa para fare. Pse i hyre kësaj pune dhe kësaj trazire? Do të sugjeroja që më ka pëlqyer prej kohësh. Nuk është diçka që lindi. E thashën. Po, nuk është diçka që lindi në një moment veçantë, për një arsye të veçantë. Biznes është një biznes që ka lidhje me pushtetin, kaq. Asnjë arsye tjetër të veçantë.
Se mos prisje të arsyet për lirinë e shtypit dhe për të mirën. Jo, i leri ato më... Jo, ato përdoren gjërësisht. Përdoren shumë kush i përdor. Për shembull, median e madhe që kemi ne këtu, po ti thresësh, ata për këtë thonë. Për lirinë, për të gjitha këto e të gjitha. Për pushtetin dhe për biznesin. Për pushtetin dhe për biznesin. Mendon që je i kënaqur apo pishman që e ke bërë atë? Pishman jo, i kënaqur jo akoma. Pishman nuk je. Pishman jo. Dito Dragolli ka një varg shumë interesant në Meksi. Kur kalon të 40-at njeriu kur kalon të 40 vjetët fillojnë e thahen fletët e ardhis, sot driteroj. Ti e ndjen këtë? Jo. Nuk e ndjen. Për gjë e bukur. Në ndjesë jam shumë vjetër se ty tani, po... Nga kohët e para e shmërin të në gjithë, qatë kam betur në një gjë interesante, që të është vizatuar dhe të kam betur gjithmonë përgjithsisht në kokë. E ke fjalën nga vitet 90, po thua? Edhe në 90, po dhe kur kujton ti gjën më interesante? Se kam në një... Të kam betur në një gjë, të kam betur, më të ka goditur kokën, e mirë ose e keqe orë. Edhe të kam betur. Se kam në një të tjilë, jo. Së mund të vendosë në veçanti diçka. Kam shumë kujtime nga ato vite, pavarësisht se ti dhe plotë të tjerë bëni shaka e pasere, mbi sa i rritur isha, apo jo dhe sa i mbaj mend ato historira, mbaj mend goxha, po që nuk ose kam në një element historik veçantë që të doja të sillen në vëmendje. Ka shumë eksperienca vite 90 që ne i risjellim shpesh në përbiseda për të ilustruar edhe të tashmen, është një sjellje e gabuar që bëjmë, një farë mënyrë për të shkëputur veten nga vlerësimi të sotmes dhe përgjegjësive tona dhe dështimet e tona për sotmen, duke kërkuar referenca historike, si ky shoku Kanti, apo zotja Golli, apo ai Iskeviçi, domethënë, kemi edhe vitet 90 që i përdorim rregullisht si ambient shpëtimi, por nuk është se kam në një moment veçantë. Pra, e ke qenë i vogël. Sa e the. Sa të thash që sot që rasti, po ti sa e the. Jo, ka qenë i vogël dhe sigurisht nuk është se edhe nuk ka, nuk meten. Është një kohë tjetër, domethënë. Bile ajo është një kohë e vështirë për të interpretuar sot edhe nga të tjerë të rriturit, shumë më të rritur se ty. Shiko, siç bëjmë me të tashmen, që ti dhe unë debatojmë gati rregullisht 2 herë në javë të paktën, të hëndet e njëjte, mbi mënyrën për të interpretuar të tashmen. Në 95% të rasteve ne zbijem dakord, ose edhe nëse bijem nuk e shprehim ndoshta në të fshet, por nuk publikisht, pra në bisedë mes të dysh ne nuk jemi dakord. Mendo pak sa mund të jemi dakord për interpretimin që bëjmë viteve 90. Ku të gjithë aktorët, se ka dhe diçka, aktorët me të cilët ne flasim janë zakonisht aktorët medias, rrallë herët politikës, dhe leximet që ne bëjmë të ngjarjeve kanë bëjnë me optikën e të cilit nga ne për ato mërzitjet që ka secili mbi çfarë nuk e eci. Ju, për shembull, brezi pak më i madh se unë në moshë, ju e keni të gjithën me 1 metër. Pse i eci vetëm njërit nga ju, që u bë shumë i famshëm dhe i rëndësishëm, i dyti që ishte nuk është më, dhe kaq, dhe ky është metri juaj, në optikën time. Dhe jeni shumë mërzitur, e ka fajin njëri Saliu, një ndër tjetër, pse nuk e ecën punët. Do zbresim. Te Nikolla e ka fajin Nano, për shembull, shumë e radhë, më kupton? Do zbresim aty, po dikush shumë kush këtu është fajtor. Pavarësisht... Kjo është jeta. Kjo është jeta. Kjo ndodh dhe në botë. Nuk është një dallim, nuk ndodh vetëm te ne. Njerëzit, një pjesë e madhe e njerëzish Meksi jetojnë dhe janë të kënaqur me jetën. A është ende Meksi i kënaqur sot? Absolutisht që po. Mosh. Po. Je? Jam po. Nuk ndihesh, domethënë nuk ndihesh, po themi, shpesh edhe i pakënaqur me atë, me çka bën, me çfarë duhet të bësh më shumë. Absolutisht që kërkoj gjëra më shumë, po jam i kënaqur. I kënaqur me. Po. Gjë e mirë. Ha? Nuk e shoh as të mirë as të keq, thjesht kjo është. Ke ndonjë një kohë jashtë Shqipërisë,
ku ke qenë shkeber, është më mirë jashtë apo në Shqipëri? E ke ndonjë goxha, do me thënë ti, mund të themi që je nga i, pavarësisht se jeton intensivisht në vendin ku jemi tani, ti Endri Meksi është një njeri që është formësuar se tu është jashtë. Unë kam qenë në Itali dhe në Francë, për studime, është një jetë ndryshe nga e sotmja dhe që nga vendi që më kthyer në Shqipëri, një jetë relativisht, jo relativisht, do thëja shumë më e qetë, më nga dalë në të sens, se sa jeta e përditshme e biznesit këtu. Ishte e bukur, por nuk është se kam një pishmallok pse jam kthyer, jo. Jam shumë okej këtu te Shqipëria që jetoj sot. Kur u ktheve eksakt? 2008, paka shumë, në atë periudhë. Pra 11 vite. 2008, në? 2008 nga qenë qeverisja e Sali Berishës. Dhe aty ti fillove këtë... Biznesin e informatikës. Biznesin e informatikës? Po, më thënë dhe ne të kërkuam ndim për çka bënim, për sajtet e për gjithë, për pjesën, futjen e pjesës tre, ikja nga gazeteria klasike, ikja nga letra, nga gjitha këto. Është një periudhë që ndante. Jeni biznesmen në fushën e IT-s. Tani në botën e medias. Qëndrojmë pak këtu te media. Mund të duhesh të flas shapur ose? Të gjem përgjithsisht jo, më ndodh që të dëgjoj që flet hapur. Shpesh, po më ndodh edhe që s'do të flasësh, edhe pse je i qartë për gjërat. Ç'mendoni për median sot? Do me thënë 35 vjet, a mund ta quajmë një media të re, media në Shqipëri? Përveç medias tende, që nuk do flasim për këtë, sepse do të është e mirë ajo. Se kam thënë një që është e mirë. Po nuk thot njeriu është e ligë tani, media e vetë. E ligë? E keqe. Nuk shoh një arsye pse do ta Jo, këto aspekte, as të tjerët. Nuk po të pyes për median tende. Media shqiptare është një ambient kompleks, por unë të thoja në çdo rast funksionon. Domethënë, kemi shumë përpjekje për ta etiketuar, ndërkohë që na mjaftojnë ta lexojmë apo ta ndjekim. Nuk shoh një arsye pse do ta gjykojmë si është. Për aq kohë sa 99% e mediave për ashtu radiotelevizonin shtetëror janë private, secili nga aktorët në treg ka drejtën e vet ta bëj si të doj, me bashkëpunimin apo jo të stafit, gazetarëve, opinionistëve, moderatorëve, gjithë që përfshihen në secilin nga ta. Kështu që nuk shoh një arsye pse duhet ta etiketojmë pra është ajo çka i duhet popullit. Populli nuk di vetë çka i duhet. Populli akoma s'ka kuptuar si të votojë. Kështu që pse kur nuk është i qartë çfarë do të votojë, media të jetë i qartë si do të jetë media. Jemi okej me kësi, po media vetë është përballë disa kritereve, kushteve. Për shembull, përballë një ligji, është pushtet s'pari, ekzekutohet si pushtet, është pushteti 4 quhet, e para, dhe e dyta, një pjesë e rëndësishme e media, sidomos media televizive, është media e cila licencohet. Dhe në Shqipëri, për shembull, kanë ndodhur procese të cilat një pjesë e mirë e tyre, dhe tyre që quhet media kombëtare, ka rënë në duart të familjeve, cilët e ushtrojnë atë thjesht për trafik influencer. Shpesh jeton këtu një pjesë jo e madhe gazetarësh, ti ç'më mendon për këtë? Se pari media kombëtare do thotë media që frekuencat i kanë kombëtare. Sepse dhe mediat e tjera që kanë mbritur jo, me zhvillimet jemi okej. Dalin pak a shumë në gjithë territorin. Së dyti prezenca në YouTube apo në rrjetet sociale. Jemi shumë okej, por e ka shmangur të dallim. E ka shmangur. Po, kështu që jemi okej. Nëse shqiptarët i ndjekin klanet Top Channel si të parat, do të thotë që procesi i lëvizjes e themi së interesit të qytetarëve do më shumë kohë, nuk është aq e shpejtë. Kjo përplasja e mediat sociale që ne kopjuam nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitet 2010-2016, pak a shumë atë periudhë që ishte fenomeni i kalimit nga printi në online dhe kur filluan rrjetet sociale kishin rol të madh, në Shqipëri nuk dha të njëjtin efekt, pavarësisht se te rinia, unë do të thoja e ka dhënë. Rinia shqiptare u pa dhe vitin 2025, pjesa më e madhe e saj është në TikTok ose në tërësinë në rrjetet sociale. Pra nuk është se varet nga kanalet televizive kombëtare.
ky gjykim i kanaleve kombëtare vjen më shumë nga ne vetë botës medias që shohim nga busullat. Kemi dyjet polit veriut dhe aty kemi fokusin dhe me ato krahasohemi dhe me ato duam tërkohës të çekojmë veten. Unë përpiqem mos ta bëj, shoh punën e përditshme këtu në televizion, të gjejmë lajmin, lufta jonë është me lajmin e fundit, lajmin e saktë. Dhe të kemi të qartë një vizion sa më praktik, sa më të përditshëm do të thoja, pa shkuar në ide gigantizmash, planesh të mëdhaja. Zgjohem në mëngjes ylli dhe mundohem të kuptoj cila është agjenda ditës sotme, kaq. Asnjë gjë më shumë se kaq. Unë vetë të punët e mia. Jemi dakord. Gjithë të tjerë më duken të tepërta, bijem në grac të kësaj ide se çfarë duhet bërë për të kapur konkurrencën, le të themi, ndërkohë që unë do gjykoja që MCNTV në këto 2 vitet e fundit nuk ka asgjë mangët konkurrencës. Në sensin e programacionit, në sensin e rolit në treg, në sensin e imazhit në treg, jemi për te asaj faze dhe përpiqem çdo rast ta shmang këtë debati se gjykoj që vetëm na erson paksa syt dhe na bën të kërkojmë zgjidhje që nuk duhet fare, që nuk janë fare të nevojshme. Kjo që rrim aty. Pjesa censurës që thua ti është biznes privat, secili nga ne censurohet sipas interesave që ka. Unë gjykoj që nuk është e përshtatshme trim të tregojmë rastet e censurave të konkurrentëve, s'është ai qëllimi ynë. Qëllimi ynë është të ndjekim shikuesin ton, të jemi sa më pranë një bazë sa më të gjithë shikuesish e kaq. Pastaj le të na vlerësoj ai. Rrjetet sociale janë të mbushura në Shqipëri me denoncime të censurash, që nuk është se censurat e mundshme që ndodhin ngelim pa folur, që tjetë në vetë i flasim dhe ne. Jam okej me këtë. Media sociale, media e re, sill një risi të rëndësishme dhe godet si tu është median klasike, duket e pak e papritur. Për shembull, momenti i fundit të cilin ne do kalojmë pak, momenti i fundit kjo përplasja e protesteve të gjitha, vuri në pa median sociale, me të cilin filloi ta shpresoj dhe të bëj edhe pushteti, pa kuptim të, në një egërsi ndaj media sociale e tjera. Dhe ndoshta kjo është një përpjekje për të rregulluar dhe median tradicionale, median klasike, e cila për thënë të drejtën Meksi ka qenë e frontuar. Për shembull, ne flasim për një media e cila është një pjesë më e rëndësishme është në dorë të qeverisë. Një pjesë tjetër është në dorë të një familje, që është pjesë e Partisë Demokratike. Nuk po themi na njëherë bëjmë shaka bashkë për këtë se ti babai juaj ka qenë kryeminist në vitet 90. Është një kohë mbaruar, efekti mbaruar. Jemi pas 30 vjetësh. Pas 30 vjetësh, pra heqim këtë media, cila nuk është ndërtuar si media e djalit të Lega Meksit, Aleksandër Meksit, ish kryeministit, por të tjerat funksionojnë mbi këtë bazë. Dhe ato po i vret, si thua, po i vret vetvetja. Nuk thua shqyr, nëse është kjo mënyra media sociale. Jo, kështu e lexoj unë. Ta lejmë kaq, do të jemi shumë të lumtur si konkurrent që i kemi. Po e vret vetvetja, domethënë nëse ka mundësi të rregullohen vetë, të rregullohen të gjitha, por interesat e tyre të tjetë gjitha dhe ne nuk duhet të ndryshojmë në interesat që ata kanë. E kisha bërë dhe si pyetje unë këtë, po sikur të konsumuam, ju krijuat televizionin dhe unë e kisha si për shaka, mos vallë nga që ka dhe djali Berishës Media dhe jeni Paka shumë në njëjtën kohë kemi hyrë kësaj eksperiencë, po është thjesht koincidencë. Të njëjtën kohë i keni hyrë? Paka shumë. Një brez jemi, po nuk është se kanë lidhje, nuk kemi bërë gjë me fjalë. Jo, me fjalë s'kishte të bëhet, po. Ty nuk të është dashur për qëllimet që se ti qëllime politike je larg apo jo? Nuk kam. Në horizont nuk kam. Kur mos thuaj kur, besoj do ketë thënë një nga ata shkrimtarët që njeh ti, se unë jam i cekët. Kur mos thuaj kur, e sigurt. Por i cekët nuk besoj se je, po. Edhe mund të kesh gjëra të palexuara me kësi se. Mund të ta cetojmë në një këngë, po nuk vlen këtë rast. Jo, mund të thuash. Jo, nuk ka lidhje, po që e ke pasur ti në zyrën time shpesh mëngjes e pasere. Por nuk është rasti, ta kthejmë në humor, po që nuk është se kemi pasur në koordinim besoj, se cili ka rrugën e vetë yllit dhe edhe ai rrugëzim që ka ndjekur Shozeni është më se respektueshëm për mua, kaq. Jo,
Për të çdo gjë. Po kjo nuk është ndaluar. Ai ka Sikur interesa. mos e duam. Shumë të forta në politikë se çka unë i kam më shumë të pjesa biznesit, të cili ka të detat e veta. Tani, zoti Meksi, ti ke sigurisht interesat e tua dhe vështirë të marrësh përgjigjet edhe nga njerëzit e biznesit. Por unë do ta bëj këtë pyetje siç e u bëj edhe të tjerëve. Çfarë mendon për politikanët kryesor të vendit, zotin Edi Rama dhe zotin Sali Berisha? Dhe si e kanë drejtuar vendin ata, se në fakt me thënë drejtën, nëse ka dy njerëz që kanë drejtuar gjatë dhe ndoshta do drejtojnë përjetësisht, janë pikërisht këto dy figura. Mund të flasim dhe për të tjerë, po posaçërisht për këto. Ja, ku e ke doktorin? Në këtë formë që e shton ti pyetjen, ne i bim trim tu disa orë për të trajtuar gjërësisht, unë do Jo, ti mos i disa orë, po thuaj do përpiqem të detajoje sa më koncist. disa gjëra, po. Jo të shkuar në tyre për momentin e sotëm ku jemi. Zoti Rama ka përballë një situatë 55 ditësh proteste që i duhet të kuptoj si ta drejtoj timonin e Partisë Socialiste, pasi vëzhgoi që qyteti Tiranës dhe një pjesë tjetër përfaqësuese ndoshta dedikuar Shqipërisë brenda dhe jashtë saj, arriti të shprehte shumë pa kënaqësi për më kryesorja, le të themi atë termin që përdorin vetë protestuesit, vran frikën. Unë nuk gjykoj që ka pasur aftësi për frikë, por le të themi gjetën një momentum për të shprehur në masë një indinjat. Dhe kjo është sfida kryesore që ka zoti Rama në këtë moment, duke qenë që vjen dhe muaji i gushtit për pak ditë dhe zakonisht nisin pushimet e vatikanëve dhe pritet ndryshime, siç është mësuar Shqipëria. Nëse ndryshime do të ketë, do ta shohim për pak ditë, ndoshta që ditën e nesërme që pritet mbledhja e grupit parlamentar mund ndodhë diçka e tillë, por sfida e reale është kuptoj për 3 vitet që mbeten drejt rrugtimit për në BE, çka për mendimin tim është objektivi kryesor dhe i vetëm që i ka mbetur në sirtar, le të themi. Jo dhe shumë sirtar se diçka po realizohet, po që deri në momentin e realizimit ka akoma punë. Në këtë rrugtim i duhet të kuptoj çfarë forme dhe çfarë detimi i jep Partisë Socialiste. Partia Socialiste është e tëra në ndërtimin e tij total, por administrata funksionon në optikën time me shumë element pavarësie, janë ato dardhat e famshme që ai quan personat që janë dardha. Ti mendon që nuk i di këto dardha? Unë nuk them që nuk i di, se kemi bërë të debat shpesh herë bashkë, unë them që nuk ka asnjë mundësi konkrete as t'i gjymoj, as t'i gjymoj, as t'i kapi. Po dhe në rastet në cilat i din, ai nuk i deklaron dot, përveç se pas faktit, siç janë ato rastet që janë bërë publike të dardhave. Sepse ai nuk mund dali dhe të bëjë akuza konstante njerëzve të tij dhe vetes së tij. Do të ishte edhe një deklarat mungese autoriteti apo nuk them fajësie, se s'është faj të hajnë dardha, por kryesisht në sensin e keq menaxhimit të disa njerëzve. Me aq sa e njohun administrata në masë të madhe operon në këtë formë, operon në emër të kryeministrit, edhe kur nuk kanë asnjë lidhje me të. Kjo nuk është për ta shfaqsuar, absolutisht jo, se për aq kohë sa ai del vetë në fushat i pari, del vetë në çdo lloj situate të marrëdhënie me publikun, siç është rasti i protestës, doli përsëri vetë i pari, bëri vetë për nxjerrjen e 10 ditëve akuza të gjithë nacionaliteteve të ndryshme, Ballkanit dhe jo vetëm, shkuam deri në Persinë e lashtë me akuza. Në këtë sens, duke qenë që ai ve vetë fytyrën, nuk është se fshihet, e ka këtë të mirë në sensin e përplasjes publike, atëherë do marrë dhe pasojat e kësaj lufte për imazh, që do thotë fajin risjet duhet të paguajë fajt në publik i mbeten atij për çdo ngjarje. Por në të vërtetë administrata është shumë më komplekse se kaq. Patën unë që e njoh nga pjesa e punëve që më përkojnë. Kështu që në këtë sens e shoh përballë një sfide të madhe, duke qenë që protesta vazhdoi, i kaloi të gjitha sfidat e datave që ju vendosën si afate, ishte fillimisht nisja botrorit, më vonë ishte vapa e madhe, plazhi, ku diun se çfarë, të gjitha ju rezistoi, duke qenë që mbetet një perceptim që e ka një dorë të paqartë të huaj në shtytje. Jo do të flasim. Po, mendoj që sfida kryesore e zotit Rama është pikërisht kjo. Nuk do të flas për shkollën e tij, se unë e kam njohur shumë pak, sidomos vitet kur ai është ngritur në karrierën si politikan, që nuk kam perceptimin që vijnë nga thashëthemet kryesisht të juaj të medias, që do të ta shmangja. Por flas për sot. Kemi thënë edhe shumë të vërteta në të. Absolutisht që po. Siç i themi sot, se ne zgjimi për çfarë themi çdo ditë bash sot, kështu që mendoj sa më bim dakord për 2023-shin. Në çdo rast, gjykoj që ai ka përballë këtë sfidë të madhe të korrigjimit në një farë mënyrë të Partisë Socialiste dhe të administratës. Nëse do i bëja një ftesë, do ishte pikërisht lëri të funksionojnë ligjet që ka Shqipëria, si ka shumë të mira, mos bë ligje të reja për të funksionuar ama sakt administrata. Në këtë sens do përfitonte edhe qeverisja,
po edhe shumë publiku. Dhe roli kryesor, ajo çka duam është për të përfitojë shqiptari i zakont. Te zoti Berisha ka një sfidë akoma më të tmerrshme. Është në vitin e 14 së afërmi, ka hyrë të opozitës, shumë e paqartë se çfarë dëshiron të bëjë. Përshtypja e përgjithshme është që ka një tentativë vetëmbrojtje konstante, unë nuk e shoh të tillë në fakt. Unë nuk shoh që zoti Berisha të ketë ndonjë risk gjëkundi në horizont, as nga SPAKU, as nga tjetër kush, as nga luftrat e PD-s apo luftrat në tërësi të opozitës. Shoh më shumë paqartësi të tij për gjetur veten në raport me forcat opozitare që ka ky vend. Pra nuk është më një Shqipëri e ndarë në dy kampe, për shkak se edhe kampi i qeverisës nuk ka asnjë lidhje me grupimin historik socialist. Qeverisja e Tiranës nuk ka asnjë lidhje me atë grupim. Mund t'i përkasi tek tuk interesave të grupeve lobues Partisë Socialiste, pra mban raportet me faktorët. Por është një gjë tjetër thotë. Në nivel të vendimarrjes, aktet, ligjet, nenët që janë bërë nuk kanë asnjë lidhje me socializmin pas në asnjë formë të imagjinoshme. Që në këtë sens, Partia Demokratike është e paqartë së pari do thënë në analizën e bazës vet. Pra nuk e njeh klientin e saj le të themi të temat biznesit. Dhe kjo është problemi real që kanë. Dhe ky problem gjithashtu doli në pa gjatë 10 ditësh, 2 javësh të parë protestës. Reagimet e personave ndryshëm që flasin në ambientin e Partisë Socialiste Demokrate ishin dhe më të habitshmet. Reagimi i parë fare ishte që protestën e bën vetë Edi Rama, nëse e mban mend. Dhe pastaj filloi devionte. Dhe sot që flasim, zoti Berisha nuk tregoi që kishte aftësi të shfrytëzonte protestën. Pra ka një humbje të qartë të kapacitetit të kësaj partie kryesore opozitare për të ngritur më shumë, që i paraqit një sfidë të madhe dhe në optikën e zgjedhjeve që do të vinë. Zoti Meksi, a janë këta dy njerëz që mbajnë njëri tjetrin dhe i duhet njëri tjetri? E kemi bërë këtë bisedë bashkë shpesh kur kemi folur për SPAKun. Ti ke qenë partizani i hershëm i idesë që të dy do ta reformonin, që herën 2025-ën. Mos them dhjetor 2024-s, janar 2025-s. Dhe unë të kam thënë që nuk do të bëjnë dot asnjë gjë. Dhe koha tregoi patënderim sot, korik 2006, që nuk kanë diçka të tillë. Unë gjykoj që shpeshherë interesat e tyre përputhen, po jo se ka detyrimisht një koordinim. Mund të ketë koordinime tek tuk, tek Komisioni i famshëm reformës zgjedhore e gjejnë shpesh gjuhën, Bylikbashi, Gjiknuri, siç kanë një lloj dashurie të përjetshme, e gjejnë formulën gjithmonë për të arritur në pilat përbashkëta, por në të tjera instanca e shoh shumë të largët. Nuk shoh që Berisha të pyetur në asnjë nga reformat që kanë aspekt ekonomik në të, në asnjë nga paketat fiskale, në asnjë nga të tëra VKM-t apo ligjet apo çdo lloj urdhri i mundshëm të çdo institucioni që ka impakt ekonomik, nuk shoh që PD-ja të pyetur. PD-ja mund të pyetur për 2-3 lojra meskine politike dhe kaq. Në të sens nuk shoh një agjend të përbashkët. Shoh her pas here pra koordinim mes tyre praktik. Shoh përputhje interesash dhe është mëse normale se janë dy parti të mëdha, dy kryesorët, dhe që secila ka her pas here nevojë për një rol të tjetrës në favor. Përgjithsisht kështu duket. Se do të ishte pastaj një edhe naivitet, do të ishte edhe një vetvrasje. Të ishin bashkë për të luajtur filmat të kësaj. Për të ndarë gjën ndoshta po. Për të ndarë gjën janë bashkë sigurisht. Gjejnë gjuhën. Po e gjejnë mirë. Gjëja është e ëmbël. Edhe shumë katëshe. Po, edhe shumë katëshe, shpeshherë. Ndra metra. Po nuk po bëhen në letër. Ha? Në letër, s'po bëhet asnjëra. Që të shohë. Thënë thua? Rrugë e gjatë, e paqartë. Rrugë e gjatë. Po. Me forcimin e rolit të SPAKut dhe të ndërhyjet e qershorit është e paqartë shumë. Mendon që vetë janë caktuar si të përjetshëm këta dy dhe do t'i kemi gjithmonë apo? Jo, nuk besoj se as janë vetë caktuar. Nuk besoj, jo. Zoti Rama tregoi shumë aftësi për që një ndërvjedhet në shumë momente kyçe të këtyre 13 viteve, që nga përplasja e parë me brenda koalicionit të tij, pra zotin Meta, i cili çuditërisht u eklipsua për pak vite, duke shumë i fortë se aq, dhe pastaj me radhë elemente ndryshëm që i kanë dalë, le të themi në një forme disidence, po shumë të vakët, por nuk shoh element për të sija aty, pra to llafet e ndryshme që do të shpallet mbreta, këtu më prallat tilla më duken gjitha idiotësira. Mendoj që zoti Rama përpiqet të realizojë ëndrrën e tij të futjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian,
më tutje nuk di të flas, po për momentin e shoh që ka këto objektiv në kokë. Zoti Berisha e pa qartë, duke qenë në opozit, nuk arrit do të lexoj sakt kush do të jetë objektivi numri 2. Më duket i pa qartë edhe për të kuptuar. Si thuash një skuadër që gjithmonë garon për numrin e 2, me shumë kënaqësi nuk di ta them. Në 2 që gjithmonë numri 100. Po. Ka qenë kështu dhe miqtë tanë, për shembull, nga ndodhur mua që kanë qenë gazetarë, ishin dukeshin si numri 2, por në fakt ata ishin 100 vende bosh, pastaj vinte numri 2. Janë 100 vende fare bosh dhe vjen numri 2. Domethënë do t'i kemi thotë me jetë dakord le të jenë të gjitha, po do t'i kemi edhe kështu. Po s'dihet thuaj se nuk di ta them sepse 2 vitet e fundit na tregojnë që ka pasur në fakt ngjarje që nuk e kemi pritur. Ngjarjet që u lidhen me Spakun. Kjo është e vërtetë dhe unë kam parë më përpara. Ngjarjet e lidhura me Spakun në 2025. Nuk ngjan shumë në 97, jo, nuk ngjan, po janë një shije të tillë, dakor. Një pushtet absolut. Dhe duke sikur s'ndodh të gjë. Bump. Si një piramidat e mëdha të gjithë. I mbaj mend. Tani ikim nga këta 2. Zoti Meksi ke bërë shumë denoncime lidhur me aferën Akshi. Po. Kemi folur edhe këtu në studio. Çfarë është kjo aferë nëse do të përmbledhje në pak fjalë? Ç'është për ju? Është një aferë. Aferat pa numër ta kemi këtu, por të fokusohemi te kjo. Si çdo aferë në Shqipëri ka të bëjë me kapjen e paras publike. Kjo është leximi i parë. Ndryshon nga të tjerat sepse u përfshin në të aksesi në sistemet të dhënash shumë veçanta, ku shumë pak veta supozohet të kenë akses dhe me ligj, dhe gjithë këto akseset u akumuluan në duart e 2-3 persona maksimumi. Dhe këta 2-3 persona në këndvështrimin e atyre që thotë tja kallëzime, denoncime që kanë bërë publike, se nuk është se to kanë qenë kanë bërë të tjera në prokuri dhe në instancat shtetërore. Në kuadër denoncime publike, ta 2-3 persona, këtë akses në informacion të pothuajse pa limituar në krahasim me çdo tjetër qytetar Shqipërisë, por krahasim dhe me njerëzit e shtetit, e kanë shfrytzuar për të shantazhuar vetë shtetin. Pra vetë pushtetin më saktë. Dhe në këtë këndvështrim ndryshon totalisht nga çdo tjetër tentativë e çdo shqiptarit korruptuar apo që ka pak pushtet. Ndoshta të tjerat nuk i njohim kaq nga afër. Jo, nuk kanë të dhëna në mes. Tendet e tjerë janë gjithmonë pasare klasike tenderash, influencë, lobimi, quaj çfarë të duash. Situata e Akshit është ndryshe. Dhe duke qenë dhe një institucion me para të madhe buxhetore, dëmi që kanë krijuar dhe në perceptimin publik në tërësitë të qeverisjes ishte relativisht i madh. Mund të them pa hezituar më i madh dëm që i është krijuar qeverisjes Rama ka ardhur nga kjo aferë. Në shkak edhe të epave që u përmendën dhe të mënyrës si është trajtuar, si është dëmtuar institucioni. Dhe akoma s'ka mbaruar, se jemi akoma mos harrojmë në fazën. Po janë zhvilluar aq shumë Meksi sa edhe organet e kontrollit, institucionet e kontrollit apo ato që të gjykonin, që i gjykonin e shinin procesin, ishin detyruar ta ndiqnin, kanë neglizhuar, s'kanë ekzistuar. Është një piramidë që ka lejuar të bëhet e gjitha kjo. Absolutisht që po, por unë gjykoj në kushte jo kaq kollajta si e thua ti, pra jo se është lënë me vetdije, ka pasur shumë dizinformim apo mashtrim quaj si duash dhe shantazh në të. Që nga historia e hakerimit të famshëm 2022-shit, po më herët do thoja që historia patronazhiste 2021-shit, është dorat njëjtëve njerëz që në formë konstante kanë mashtruar apo shantazhuar pushtetin qendror shqiptar. Mos pritet ta konfirmoj njëri këtë gjën, se nuk kam ta konfirmuar kush, se është ti përmendë para pak piramidat. Si shpresosh që të gjendësh qeveritarët atyre viteve që të tregojnë çfarë dinin që 94, 95 apo 96 për piramidat. Ti ke qenë pranë pushtetit dhe ti i din këmbështimet e tyre dhe nuk besoj si e ke parë ndonjëherë të pohojnë në diçka të tillë. Jo, unë kam qenë, por babai tëm shumë smeri me këtë punë. Dhe sa tjetët kur i kam thënë që ishte naiv, nuk është se nuk dinte. Po. Jo, nuk ishte naiv, sigurisht, por që mos prit. Tjetrit i kam thënë çfarë do bëhet se po bëhet struci, po bëhet loja e strucit, fut kokën poshtë dhe me nderën lartë, dhe më ka thënë pusho, s'ke lidhje ti me këtë punë, thuaj çfarë të duash, hajde thuaj çfarë duash me këtë punë. Unë do dhe befas
do të them diçka që nuk duket shumë kontroversiale, për shkak të mënyrës si lexohet SPAK-u në opinionin publik, ndihma më e madhe kryeministit Rama erdhi nga SPAK-u te kjo aferë. Në optikën time, ai do të qenë kur i aftë të bënte spastrimet e nevojshme në hierarkinë e akshit pa ndihmën e SPAK-ut. Strukturat klasike të kontrollit të brendshëm shtetëror që do të ishte auditi i brendshëm, institucionet e varësisë, pra vetë varësia e akshit nga Këshillli i Ministrave dhe njëherëzi KLSH-ja, është e qartë që kanë dështuar prej kohe. Kështu që në të sens, një ndihmë e madhe erdhi nga një strukturë që ai mburet vetë që ka krijuar ai në 2016, shumë okej, dhe i dha një dorë të rëndësishme. Pavarësisht se perceptimi publik, sidomos dhe në Partinë Demokratike, është se SPAK po godet kryeministin Rama te afera akshit. Për mua jo. Jo. SPAK po bën ligjin dhe kaq. Dhe të shohim. Ti duke i njohur si proces me si komplet që ti jemi të hapur, ka qenë i hapur, në fakt, a jeti nga personat e përjashtuar padrejtisht nga tendrat e këtij? Nuk them padrejtisht, unë e kam pranuar dhe vetë që kam shumë fajet mjet për dështimet në tentativat e mia për të qenë një nga operatorët e akshit. Përveç saj po them, se tani kanë të gjithë kështu. Shiko, nuk është Të faj. gjithë fitojnë edhe në një ndeshje, dikush shumë, dikush fiton, por e kam fjalën. Ylli është një sport Dukshëm. ai tendrave një sport shumë i vështirë që nuk ka ndonjë turp të pranosh dështim aty. Dhe unë e them me shumë qetësi, e them pas një lloj hipokrizie apo mërzitje. Ne dështuam në një pjesë mirë të garave të mundshme të akshit në 4-5 ditët e fundit dhe kaq. A kam pasur përjashtim? Mund të them që termi më i dur është nuk pata ftesë. Po të isha ftuar, do isha sot e lista aty e SPAK-ut. Mirë. Nuk do kisha ditur, thoja jo, për të thënë për qenë i ndershëm. Jo, ka e them mirë është edhe, po më mirë që s'ka ndodhur apo jo? Nuk e di. I kënaq. Po më mirë se do ishe. Nuk di të da them. Ne kemi aplikuar kësaj jave mbi një nga detat e veçanta që ka Kodi Penal Shqiptar, procedurës penale, kemi çuar një kërkesë pranë GKK-s si shoqëri IT-e për të qenë, siç quhet, siç njihet, palë viktim në proces, duke qenë që në dosjen e famshme të akshit të dalë në vitin 2025 në dhjetor, përmendet një procedurë në cilën ne jemi dëmtuar si rrjedhoj e manovrave të zotit Beqiri me statuat e akshit. Avokatët e mi kanë gjykuar që kemi të drejtë, jemi palë në proces. E kemi bërë këtë kërkesë, nëse do të na miratohet, do të thotë që do kemi mundësinë dhe për të njohur me më shumë detajet të dosjes, për të kuptuar më shumë rreth çfarë është kjo histori që kaq shumë ka të ndihur dhe publikun, përveç se interesave të mia. Me që hymë të kjo momenti se SPAK-u është në mes të kësaj historie, po dhe në problematika tjera të rëndësishme të këtij vendi, sepse ajo që ne e quajmë prokuroria e zakonshme, me thënë të drejtën ajo ka dhe 97.9 bile, dhe 2.1%. Të çështjeve, po. Çështjeve të popullit, ndërsa SPAK-u ka shumë pak. Dhe drejtësia pastaj është ku të kiameti ajo pjesa tjetër. Po për SPAK-un ç'mendon? Ne kemi në bisedat që ti i ke parë një pjesë më të rëndësishme të tyre të gjithë, ka kolegë, po ka dhe ekspert, ka dhe njerëz tjerë, ka mendime të opozitës të gjithë, dhe shumë njerëzve që kanë mendime kontradiktore. Ti ç'mendon për SPAK-un? Unë e kam thënë kaq herë, kam mendim vetëm pozitiv. Këto mendimet e kolegëve që ti thua që shpesh e kemi dëgjuar dhe debatuar dhe në kafe bashk, ne nuk duhet të presim SPAK-un të zëvendësoj Perëndin. Jemi të bërë të njëjtin gabim që grekët e lash bën me Zeusin. Po, ishte Zot, ai s'dukej, ky është. Ne duam të japim atë lloj pushteti, duam çdo hall. Ne mendojmë se është Zeusi, këtu ketë drejti. Çdo hall tjetër son që ne nuk e zgjidhim dot, shpresojmë që të godasi SPAK-u kundërshtarin ton dhe të na zgjidhë. Ose edhe protesta tani. Kur ndodh themi rof SPAK-u ose rof Perëndia. Pastaj kur s'ndodh themi inshallah, inshallah. Pyetje tjetër me kësi, a ka oligark Shqipëria? A i njëti ata dhe që mendon për ta nëse mendon se ka? Ka biznesmen të rëndësishëm, termi oligark është paksa i abuzuar. Dhe i kërkuar, thuaj, dhe jo... Për biznesmenve të rëndësishëm, mendoj që ka një grup 10-15 vetash që kanë akses mjaftueshëm në strukturat shtetërore për t'u ofruar konceptit të oligarkut klasik, që është oligarku rus, le të themi. Të oligarkisë klasike, është Grekia dhe pastaj është, po ajo që afron me ne është oligarkia ruse. Po nuk tipike. Nuk do thoya që jemi aty aty. Ka biznesmen të fuqishëm, të pushtetshëm që për shkak disa vetyre dhe të strukturuar mirë në shoqëritë e veta, kanë arritur të shfrytëzojnë aksesin që kanë në administratë
për të themi të përthyer pastaj rregullat në favorin e tyre. Po oligark midfield, pra që arrin të kapin pushtetin qendror pra në rast Këshilli i Ministrave dhe ta detyrojnë, do e shoh të vështirë të quhet të tillë. Që e influencojnë, do thoya që po. Por aq kohë sa ekonomia shqiptare për të mëdhaja për shkak dhe të një sër keq strukturimeve të ekonomisë, që janë graduale, nuk mund të kërkosh një fajtor. Një për tyre është tregu financimit, pra sistemi bankar, ka krijuar disa asimetri, do të thotë që për të mëdha mund t'i besohen vetëm një grupi për këtyre oligarkëve, një nën grupit, të minimal, 5, 6, 7 veta, le themi. Në këtë sens, kur këto projekte qeveria ka nxitim për të realizuar, sheh me shpresë nga këta. Dhe leximi që ne i bëjmë është që këta kanë arritur të kapin shtetin. Nuk do thoya që është ky sensi i dur. Ja, kapja e shtetit jo me kësi, po kemi një problem, se nuk mund të jetë aq dukshëm si te Rusia, por dukshëm është një pikpamje tjetër tani, vinë njerëz fare të panjohur, të cilët nuk janë dhe ekspertë të një fushë për shembull në biznes, dhe marrin paranë e këtij vendi. Ne jemi tu në media, hajde ta denoncojmë çdo herë që na jepet rasti. Kaq kemi në dorë. Të kritikojmë pse ata ekzistojnë dhe pse ata duan bëjnë biznes, është buallëk, sepse këtë duam të gjithë tulli. Pra të nisemi nga një... Gjithë rapojmë për këtë punë, thuaj. Kjo që sapo the etik është si puna e mamas time, që çdo kënd do ta vlerësoj me diplomën e gjimnazit. Sa dhita kishte. Ka ikur ajo, ato janë reminiscenca të viteve 70-80, ku për të mbijetuar në epokën komuniste do të ishte nxënës i mirë. Nuk është ai treg më. Tregu i sotëm ka larmishmëri të madhe në shpërndarjen e pasurisë dhe në njerëz që a priori metodë kriterësh do të quajë që nuk do ta meritonin. Në fakt ata janë aty, po ecin përpara, po ecin shumë fort. Dakor, më puni. Nëse ti Meksi, nëse ti merr një tender dhe bën një rrugë 20 milionë euro në mes të fushës, kilometri, që s'ndodh në asnjë vend perëndimor, kjo është problem. Denoncoje. Qartë. Emër mbi emër, dosje, aferë, probleme ligjore që ka, ndryshim kontrakti. Duhet të thënë Edi Ramës kjo gjë se unë nuk shoh arsye t'ia them Edi Ramës. Jo, them unë. Nëse ke patur rast se di që disa herë më ke ndjekur gjatë tyre dalëve të mia ato 4 muajt e fundit, unë kam shmangur çdo herë denoncimin ndaj kryeministit Rama. Po pse? Sepse gjykoj që Mos e bër me Ramën ti tani. Si? Mos e bër me Ramën. Jo, s'ka lidhje, unë nuk kam komunikim me të, as si kam as numrin shoqërisë. Mos kesh komunikim dhe ti jesh me të. Jo, unë kam gjykuar që denoncimet do bëhen për ato institucione që kanë rol drejt për drejt. Mos kërkojmë armikun e madh. Është si e kam ti më the që parë me pak humor që qeni vogël nuk i mbaj mend, unë mbaj mend kur fajtor për shumicën e gjërave në 96 ishte Leka Meksi, meritat i kishte Xhoria Sali Berisha. Unë jam përpjekur, jam rritur me të Nuk është kështu. Është vetëm kështu. U largua Leka Meksi për të ulur presionin atë që ndodhi dhe nuk ndodhi. Nuk u ul. U rrit. Mbrapa, vrasin ti të thuan në shtatë. U largua, jo se jeti këtu tani, e kupton. Po u largua Aleksandër Meksi për të larguar, për të vrarë krizën dhe gjendjen, dhe ndodhi e kundërta. Dakor. Sepse njerëzit shkuan aty. Unë nuk kam bërë asnjë denoncim në emër ti, pra aq kohë sa asnjë nga ngjarjet që unë kam denoncuar është lidhur me të. Pra kam qenë shumë i qartë në këtë logjik. Në këtë sens, kur ti thua rastin e një rruge 20 kilometra në fush, hajde të datojmë atë rast te ai autoritet ku kam trajtuar unë. E di. Dhe kam ikur me një. E di. Kam ikur me një televizion. Po. Për këtë arsye. Një rrugë më parshme. Një rrugë më parshme. Jo rrugën e re. Jo të rena, zotëri. Po, më parshme. Unë e kam bërë këtë punën në një... E di shumë mirë. Këtu, në Tiranë. Po, në rastin konkret... Jo këtë, se kam për këtë, e kam pikrish për këtë. Ta trajtojmë të autoriteti konkret. Nuk ka nevojë të shihen armiq më të mëdhenj, trajtohet aty. Dhe unë, denoncimet që kam bërë në ato instanca që lidhen ligjërisht. Ka që thjesht. Meksi, a ka Shqipëria biznesmeni inovator që kanë bërë vërtet diçka, apo vetëm njerëz si blejnë dhe shesin? Jo, ka. Shumë njerëz si blejnë dhe shesin, sjellin nga jashtë Meksi, dhe ushqimet e për gjithçka, gjithçka. Se ne nuk prodhojmë zarzavate do të këtu. Inovacionet të mëdha, mos prit, pra që kosta tregu është i vogël në terma makro, sepse nuk ka ku si të ndodhin, por ka persona shumë interesant, që bëjnë biznese shumë të lezetshme, shumë të veçanta, dhe bravo qoftë. Nuk ka vetëm tregtar. Por ka thotë. Po, ka. Dhe ka përpjekje serioze, e vërtet është. Do shta e bëra unë pak
Ndoshta duhet ta kisha bërë pyetjen me këtë mënyrë që ore mos predominojnë këta që blenë e shesin. Jo, në i treg me 2 milion banor, mos prit inovacione industriale. Inovacione të rëndësishme. Por, siç u bën në shokut e në që bëjmë metalurgjia. Por nuk kemi të tjera. Nuk kemi atë shansë më, jo. Metalurgjia Zezën Elbasane, tjera. Tani, një pyetje që kam unë që ti duhet përpiqesh të ma futesh në detaje. Ç'më mendon për mënyrën si u zhvillua Shqipëria në dekadën e fundit? Kulla, resortet, para e të gjithë llojeve që qarkullon. Pakun për para, unë kisha duke folur për shembull për paranë e madhe që hyn dhe ndërtimet që bëhen dhe nuk marrin fare nga bankat, po i nxjerrin paratë dhe hedhin në kulla të larta shumë. Si të duket ty ky model me kësi? Është model, do thëja jo i shëndetshëm, por është modeli më i përshtatshëm për personat që zotërojnë paranë e pisët. Është modeli që u jep më shumë qetësi. Ka mënyrë tjetër të vëtë? Jo, ka për mënyrë tjera, pa ishtë modeli që u jep më shumë qetësi, për shkak dhe formimit që kanë, për ta thënë në terma shumë të qartë, që të thëjmë detaje. Çfarë i quajnë këta personat që merren me kokainë në Amerikë Latine? Janë me shkollim të lartë, me PhD, gjikundi? Ja. Ta janë persona që duan, kur vinë Tiranë dhe kanë ca thas me euro, duan një pazar me një biznesmen të qartë. Po t'jap to euro ç'a më jep. Nëse ai thot, unë të jap dhe i fillon të shpjegon modelin e biznesit, ai thot stop se ika. Kur ti thua unë të jap kaq metra katror, mbaroi, pazari është shumë i thjeshtë. Dhe prandaj sektori i cili përfitoi nga infiltrimi para spisët në ekonominë shqiptare është sektori i ndërtimit dhe pothuajse në formë ekskluzive vetëm ai. Këto të tjerë që thonë që ka sektore të tjera si restoracioni, të tjera janë broçkova, kanë shpenzuar para të pisët të restoracioni, nuk kanë pastruar para. Pra kanë bërë restorante për qef. Që i kanë bërë dhe ne kemi shijuar ca dreka në to, kemi qenë bashkë në 2 të pangren nuk mund të rinë, e kupton? Po. Dhe ti mban mend sa të abitshëm kanë qenë si ambiente, sepse e kemi shtruar në kohë që hanim që iden ku vin nga ku del kjo para. Se nuk justifikoi ambienti me ato që ne po hanim, le të themi. Dhe biznesi ndërtimit është biznesi vetëm ku mund të futet kjo para, por nuk e ke të saktë atë detaj. Por të paktën ta futin mirë, mos ndërtoheshin në grazetësi dhe mbeteshin bosh. Kishte tepër para, prandaj duheshin shumë kate. Ka vende më ku mund të futen, se dhe bota nuk është aq e ndershme, ore. Ti jemi realist. Bota, bëllëku, le të themi me para. Bota e madhe. Siç del nga përgjimet e Skyt, ato kishin probleme të cilat të rënë ullirit i fusnin. Tani një kull diku në Shqipëri është më mirë se rënë ullirit diku në një fshat. Në këtë këndvështrim, gjykoj që ka pasur një bollëk prodhimtarie pra konsumin në Europë të elementeve narkotikë, se ne harojmë e shohim fajin të Shqipëria, sikur ta shqiptarët ja shesin alienëve drogën. Te ja shesin qytetarëve evropian, këtyre të BE-s ku ne duam të hyjmë. Këtyre angjëllorëve. Dakor? Këta korruptojnë policinë e Europës. Ne qetojmë pse pasere ja fusin policinë shqiptare. Ta ja fusin në Amsterdam, në Spanjë, Barcelonë, kudo. Janë gjithandaj suksesshëm, ne mërzitemi pse në La Prag kanë sukses ta apo ku diun, droga bardhyl. Që kemi shumë hipokrizira, paranë e tyre duam të gjithë, problemi social, le të themi, dhe debati social... Befas bëjmë Krishtin pastaj thua ti. Jo, po problemi social dhe në diskutimet sociologjike mbi paranë e pisët duhet ndahen nga ato që kanë bënë me median dhe me SPAK-un. SPAK-u duhet përgëzuar në punën që ka kryer deri më sot dhe të inkurajohet vazhdoj më fort akoma, media duhet bëjë sa më shumë transparencë mbi detajet e dosjeve, pa etiketuar gabim aktorët, pa bërdëme dhe pa fshehur. Ose le të fshehja aq pak sa duhet. Qartë. Censur që e quajtë ti në fillim. Ja, se ti edhe biznesmen tani dhe duhet të... Pak duhet. Po si kripa me karar, domethënë kështu. Tani kalojmë te ngjarja e fundit të Meksikës, që është një ngjarje shumë e rëndësishme, mendoj unë, dhe na befasoi shumë, sidomos 2 javë e para. Protesta. Protesta e flamingove ka hyrë në ditën e 54. Sot më duket 54, isha 55. 55. Shumë i qartë. Ç'mendon tani për këtë protestën ti dhe a ka realizuar ndonjë gjë ajo apo? Pas hetimeve të SPAK për Action, është gjëja e dytë më e mirë që ka ndodhur në Shqipëri në këto 2 vite. Do thoja. Është ngjarja pothuajse më e shëndetshme që kemi patur, pavarësisht se shumë e paqartë në lexime nga pothuajse gjithë aktorët. Unë pata do thoja dhe pak shansin ta lexoja herët si një shprehje e acarimit qytetar për arogancën e aktorëve që kanë pushtet në Shqipëri, dhe këtu jam referuar administratës, poshtë rangu ministrave. Janë këta tipat që nuk të pierdhin ylli asnjëherë në asnjë zyrë.
Kanë në graduatorin e arogancës kapin qiellin çdo herë. Sillen si zot në zyrën e tyre, nuk duan të dinë çfarë i thuati në ligje rregullore, po zero fare. Dhe gjithmonë këtë gjën e bëjnë emët Perëndis, e kanë ndarë mendjen fola me Diramën thënë. Që mashtrojnë. Ne njohim disa të tillë bashkë. Ne njohim disa të tillë bashkë, kemi njohur. Unë njoh edhe njërin që ka 13 vite që e bën këtë gjën, po ka plot. Dakor? Dhe në të sens, I thash atij të më tha ai, më dërgoi ai. Secili nga shqiptarët që ka dalë në protestë, nuk është se ka pasur këto eksperiencat e tua dhe të mia, absolutisht që jo, por ka një eksperiencë të tillë në shkallën e vet më të vogël në jetën e përditshme, ku sistematikisht ai përdhunohet. Dhe protesta, ai sheshi aty ishte vendi ku ata shfryn dufin ndaj kësaj ndjenje. Unë kështu e kam lexuar për time. Dhe mendoj që pas ditës sot me 55 pak a shumë sa i bie që jemi, duke qenë që protesta nuk arriti dot të strukturohej dhe shumë mirë që nuk ndodhi kjo gjë në asnjë lloj grupimi politik të qartë dhe me asnjë lloj agjende të qartë, përveç se ca ditëve ku u duk sikur dikush e uzurpoi në të sens, po ai moment kaloi, kjo e bën shumë më të shëndosh. Kjo bën shumë më të shëndosh dhe ndoshta dhe mekanizmi pra aq sa partia opozitare kryesore është e paaft të krijojë presionin e dur në një format check and balance ndaj qeverisë. Aktualisht sot presionin ndaj pushtetit ekzekutiv e ka SPAK, media dhe protesta. Ai protestës mendoj unë që është më stresuesi sepse është totalisht jashtë kontrollit. Pra ti mendon që kjo protestë ka rregulluar, po përpiqet të rregullojë disa gjëra. Ka stresuar që ministrin mjafton të shihet mënyra se si ai vet e ka shfaqur në daljet e tija gati përditshme në Facebookun e tij këtë sjellje, pra ai vet po ta ndjekësh me kujdes, ka ndryshuar një 15 herë version. Pse? Sepse ai vet pak a pak ka kuptuar që prit se kjo protesta nuk është me hile, nuk është në të keqen time personale, pse mos ta përdor për të bërë ca pastrime serioze në Partinë Socialiste dhe në administratë kryesisht, nga një tuf hala e gjëmba që kam. Do ishte një këmbështrim pragmatik meskin në dëmin e asaj çka don protesta aty në bazë, do na mërziten ata protestuesit për fshirë vllajën tim në krye, por në këmbështrimin e ditës së fundit zotit Rama, unë do thoya që dhe ca gjë po shkojmë. Dhe vetë gjithmonë ky. Vllai. Po, është pasionant, po. Po ty, se di. Ai ka gjithkohën. Se s'ka shkuar akoma 40, ti e the ku 40 e sipër. Po 40 e sipër fillojnë e thanë thotë. Unë jam i dëmtuar. A mendon se protesta e rrezikon seriozisht pushtetin e Ramës ajo? Atë të tim personal mendoj akoma jo. Akoma jo. Jo, sepse do i duhet diçka plus të ndodhte që marrë atë lloj përmase. Por do idha idenë që zoti Rama ditët e para ashtu e lexoi. Ju duk sikur që diçka e tillë. Më vonë e kuptoj që nuk ishte ai rrezik. Protesta në shtator, nëse do vazhdojë deri atëherë, nëse filloi të rallojë, e kupton se Jo, them ditët e para po flas deri 7-8 qershorin. Po. Duke qenë që u lidh me ngjarjen e Zvërnecit, duke qenë që ato ditë plasën vendoset e SPAK-ut për tokat, mund të ketë filluar të shohë konspiracione në horizont. Në këtë moment është e qartë që nuk ishte të tilla, ishte thjesht koincidenca ngjarjesh. Në shtator, nëse protesta do zgjasej dhe do vazhdoj një sezon i ri, mund rrugës të marrë dimensione të tjera për fshirë ngjarje të tjera që mund ndodhin. Kujto shtatorin 2025-s, nuk do kishim parashikuar në asnjë skenar atë dimër që u vijua me ngjarjet e SPAK-ut dhe si vijoi 2026. Që mos bëjmë kot parashikime, as do thoya as me javë, jo me muaj, jo. Sepse edhe kjo që ndodhi protesta ishte krejt e parashikueshme. Pa menduar, e kupton? Në konkluzion, zoti Meksi tani jemi sa minuta kaluam, ne 50 minuta kemi kaluar. Na japin korregjia mendoj. Jo pak, sa të kesh. Jo, regjia, që e urdhron ti aty të... Jo, nuk urdhroj, jo. Ja, që shikojnë këta si po qesh e aty, se thotë e shpronari, se nuk e që i bena, zëtëri. Mbajmë dhe në 12. Mund të rini dhe gjatë, e kupton? Po, se tani do të përgjithsisht tani ti thua punë të këtij vendi si... Unë i shoh pozitive, jam të ata pak personat që e shoh Shqipërinë pozitive. Është një Shqipëri dinamike, Shqipëri që punon, do ta lidhe me një shprehje të Sarkozys, la France qui se réveille tôt, e thot në fushat për zgjedhjet e 2007-s, Sarkozia del në një pazar të peshkut, Rungis quhet, në jug të Parisit. Shkon aty në 6 mëngjesit, futet me shitëzët peshkut me erat qelbët, edhe i flet Francës që zgjohet herët. Në fakt, unë po shkak... Çfarë i tha me këtë frazën? Kjo është Franca që
zgjohet herët, thotë. Pra, Kjo është Franca që zgjohet herët. Franca punëtore. Franca punëtore. Në fakt, unë flej vonë, për të arsye shpesh në mëngjes, shoh Tiranën që zgjohet herët. Është një Tiranë dinamike, e shoh dhe natën. Flej vonë dhe ngrihesh prapë shpejt. Jo, jam herët, nuk kam ngrisur akoma, e kam fjalën, sekondë. Domethënë se ne nuk e shikojmë Shqipërinë që zgjohet herët, pse ka aty. Po, është shumë dinamike. Është shumë dinamike. Duket kam ide në Meksik që zgjohen të gjithë vonë. Jo, për të shakas. Është një Shqipëri shumë dinamike. Është dinamike. Është në ndryshim konstant. Ne tentojmë të projektojmë dështimet e jona personale si faje të shoqërisë. Në fakt, shoqëria po punon dhe kaq. Është një Shqipëri që është shumë ndryshe nga ajo 2013-s, është shumë ndryshe nga ajo 2017-s dhe 2021-shit. Kjo nuk ka të bëjë as me merita, as me kritika ndaj qeverisjes, kjo është thjesht një realitet që unë shoh të një Shqipërie që ka goxha dinamicitet. Ka shumë korrigjime për t'i bërë. Po të shohësh krahasimin Amerikë-Europë, një ndër akuzat që i bëhet Europës është mos aftësia e saj për të reformuar tregun e investimeve. Pra tregun e kapitalit, pra mungesa e kapacitetit të Europës për të përdorur paranë që është në treg më mirë. Po ky është një defekt që ka ardhur gradualisht dhe në fakt ka marrë shumë gradualitet, le të themi, në rastin e Amerikës dhe Europës, një 200 vite, jo pak, që ka të bëjmë me tregun e bursave amerikane. Ne nuk e replikojmë dot çfarë do të bëjmë, por ndoshta ndonjë reformë në të sens e tregut bankar apo në tërësi nxitje nga ana qeverisjes për përdorimin e atyre depozitave që me aq shumë lavdërojnë që janë në bankat shqiptare në shifra të frikshme dhe që aq shumë i trumbetojnë si tregues të soliditetit të tregut bankar, le të vendosnin në qarkullim. Dhe ishte kërkesa e parë. Mos merren me atë nenin 72 të propozimit të religjor për të mbrojtur guvernatorin e Bankës së Shqipërisë nga armiqt paqartë rus ose iranian në këtë rast ku diun ku do i gjejnë, por të reformojnë tregun bankar që ky dinamizmi i shqiptarëve, që është një popull punëtor dhe që ka treguar që e don shumë kapitalizmin, pra biznesin, do ja marrë një dorë. Përtej parave të pista, që mund ta themi pak humor, do vazhdojnë të vinë dhe shqyrë që vinë. Siç vinë në gjithë botën, thoj se Paku le të bëj punën vetë i bllokoj bashkë me entitetin e listëbatuese, por ato do vazhdojnë të vinë. Në konkluzion Meksi me Pra le ta themi kështu, paraja e pastër gjëmoi të pistën. Ti qëndroj me hapin e në kohës. konkluzion në biznesin e medias do avijosh dhe ke Po. idera. Idera s'kam fare, po më pëlqen kjo që dalë vetë, kështu që mendojmë sezoni i ri interesant do jetë. Sa ne po mbyllim. Kohët e fundit ke filluar të dalë shumë se nuk Se kjo den sa më pëlqen. para dilje. Jo, më nuk të del Isha për gabim, ti di fetore, ti një fetore kush janë, kështu që. Jo, Ai një. jam dakord me këtë gjë, po ka një problem tani që se kur të thash atë të detyrohet nuk ta thash kot. Dora, Dojnë e thanë se me mjetet të paktën me 2 rrota mos hyp shumë. pak nga të gjitha. Okej, për shaka ishte kjo. Se lam në gjë Athena po, se do të flasim edhe herë Kemi tjera. rast tjetër prap, një sezoni kemi prap. Nderuar shikues, isha me Endri Meksin, biznesmen, CEO i televizionit, Macena TV. Besoj ne këtu do të mbyllim këtë program për pak kohë, kohët e temperaturat të larta të gjitha. Bëjmë dhe pak pushim pavarësisht se protesta Meksi. Do Do vazhdo. të vijojë të gjithë, por në qoftë, nderuar të shikues, se do të ketë një ngjarje të rëndësishme. Këtu jemi dhe do të rikthehemi të vazhdojmë, domethënë edhe në kohën e verës. Por gjithsesi kemi këtë mas në qoftë se do të ketë ngjarje të rëndësishme. Do të Meksit falenderoj shumë. Kënaqësi që ishim bashkë. Atëherë nderuar të shikues, faleminderit shumë për të gjithë sezonin që na keni ndjekur, parë e dëgjuar. Po dhe që edhe ata që na kanë ndjekur, se tani kështu është kjo punë. Natën e mirë. Natë mirë.